2 persona janë arrestuar ndërsa 1/3 është vënë në planga për shkak se akuzohen për falsifikim të dokumentave të ndryshëm. Sipas Policisë së Vlorës, si rezultati një pune hetimore disa mujore, është finalizuar me sukses operacioni policor i koduar Identiteti Rem, ku si rezultati të cilit janë arrestuar në flagrancë Alfred Shevqet Guçaj, 29 vjeç, Viron Salo Pasha, si dhe është shpallur në kërkim Arianit Bajram Ismailaj, 48 vjeç, të 3 nga Vlora. Arrestimi i këtyre shtetasve u krye pasi në bazë të informacioneve dhe provave të grumbulluara nga sektori kundër krimit financiar dhe nga një sër veprime hetimore me metoda speciale, ka rezultuar se në bashkëpunim me njëri tjetrin kryenin falsifikime dokumentash të ndryshme zyrtare dhe pasaportash biometrike. Këta shtetas, mbi bazën e porosisë së shtetasve në kërkim dhe me precedent penal, kundrejt shumave të konsiderueshme, siguronin dokumentin e porositur, pasaport biometrike, kartë identiteti ose leje drejtimi, duke i bler ato nga qytetarë të thjeshtë dhe më pas i falsifikonin duke u ndryshuar të dhënat e generalitetet. Në momentin e arrestimit në flagrancë, këtyre shtetasve ju janë gjetur dhe sekustruar në cilësinë e provës materiale sendet si pasaport biometrike, karta identiteti, leje drejtimi automjetesh, pajisje elektronike për prodhim vulash dhe stampash të ndryshme. Policia njoftoi se vijojnë hetimet për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.